Një ditë tradite, Bashkimi dhe Argëtimi në Woolfis Pond Park. Në 31 maj në Woolfis Pond Park u zhvillua pikniku i komunitetit shqiptar nga shoqatat e New Yorkut, një ditë tradite dhe Bashkimi dhe Argëtimi, i cili mblodhi 8.000 pjesëmarrës të gjitha moshave. Pikniku kthye në një festë të madhe familjare kombëtare ku shqiptarët shijuan gatime tradicionale, muzikë, valle, lojra, aktivitete sportive. Në skenën kryesore interpretuan këngëtarë të njohur të komunitetit, ndërsa këngët e vallet shqiptare krijuan atmosferë krenarie dhe gëzimi. Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues nga institucionet amerikane, zyrtare lokale, përfaqësues misionit Shqipërisë në OKB, si dhe drejtues të organizatave shqiptare amerikane, të cilët vlerësuan rëndësinë kulturore dhe kombëtare të aktivitetit. Një rol të veçantë pati shoqata shqiptaro-amerikane Skënderbej në State Island me pjesëmarrjen e anëtarëve në organizimin e tuneut të shahut. Shoti u drejtua nga presidenti Imer Lacaj me ndihmën e Lek Preçit dhe Elton Xhaferit. Pas garave konkurruese fitues u shpall Iron Bushaj, i cili u dorëzua kupa e fitores. Momente veçanta ishin dhe festimi i ditëlindjeve nga Elton Xhaferi dhe Dion Haqian. Aktiviteti përfundoi me falënderime për organizatorët.